Nga zgjedhjet në zgjedhjen, ne folëm deri tani për zgjedhjet në Kosovë, rikthehemi me zotin Samineza që jemi në studio për të folur për zgjedhjet në vend, por nuk mund të ri do Sami pa bërë atë krahasimin mes zgjedhjeve në Kosovë. Së pari, zonja Maliqi na tha që votuesit kosovar janë shumë të ndërgjegjshëm dhe votojnë me vetdije, dhe së dyti një investim të jashtëzakonshëm të gjithë politikanëve të cilët kanë shkuar dhe kanë zbarkuar në vend përveç gjatë kohës së fushatës, shumë të interesuar. Ne në Shqipëri shohim që asnjë nga përfaqësuesit të mëdhenj, nga zyrtarët të mëdhenj si Edi Rama ashtu Sali Berisha nuk zbriti gjatë gjithë kësaj kohe në asnjë nga ato qytete, as edhe një herë të vetme, dhe kjo është diçka që edhe kjo ndodh për herë të parë. Nga ana tjetër shohim një votues i cili refuzon që të shkojë në kutitë e votimit. Dy pika pra për cilat mund të dy zgjedhjet kanë specifikat e veta dhe prandaj kanë dhe angazhime të ndryshme të një niveli të ndryshëm në të dy vendet, për shkak se në Kosovë praktikisht voton një numër shumë i madh i qytetarëve. Zgjedhjet nuk janë zgjedhje të pjesshme, nuk janë zgjedhje të përkohshme, janë zgjedhje për mandat të plot dhe janë zgjedhje balotazhi. Aq më tepër, ato fitojnë rëndësi dhe mund të karikojnë qytetarët për shkak të momentit kur zhvillohen. Domethënë është një moment i një krize të gjatë të qeverisë dhe të institucioneve të Kosovës, duke filluar që nga shkurti i këtij viti kur u bën zgjedhjet parlamentare deri tani. Praktikisht Kosova është përpara zgjedhjeve parlamentare dhe çfarë do të thotë se nëse do ketë zgjedhje parlamentare, zgjedhjet ose rezultati në nivel lokal i zgjedhjeve është lehtësisht i indikueshëm tek zgjedhjet parlamentare. Dhe kjo e bën atë betejë edhe më serioze se sa do të ishte në fakt një balotazh. Aq më tepër, balotazhi në Kosovë ka vend përballë tre partitë kryesore në shumicën e komunave. Dhe komunat janë komunat kryesore, komunat më të mëdha me popullsinë më të madhe në Kosovë. Ai ka vënë përballë të tre partitë më të mëdha, vetëvendosin, LDK-n dhe PDK-n. Kjo ka bërë që të shikohen edhe të ketë edhe aleanca fluide, të ketë edhe aleanca të padeklaruara midis partive për të mbështetur njërin kandidat ose tjetrin. Për shembull, zgjedhjet në Prishtinë mund të sillin sërish në krye të bashkisë kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak se mund të ketë siguruar mbështetje nga votuesit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ose në Prizren, pavarësisht se përfaqësuesi i PDK-s atje është pak përpara, ka qenë përpara në votime, mund të ndodhë që edhe mbështetja e partive të tjera të opozitës kosovare mos i sigurojnë fitoren atij për shkak se vetëvendosja ka arritur të sigurojë një aleancë me një parti lokale të Prizrenit. Çfarë do të thotë se është një ndeshje shumë më serioze se sa ndeshja në Shqipëri në fakt. Por duhet desha të theksoj edhe standardet. Pavarësisht dalja e Kurtit, ai është kryeministër, pavarësisht se është kryeministër në detyrë, sërish është kryeministër. Dalja e Kurtit në zgjedhjen në Mitrovicë dhe prania e tij përgjatë gjithë ditës së votimit dhe ndërkohë dhe një ditë më përpara. Incidente në lokal, edhe incidente në lokal, këto cenojnë standardet të cilat ne jemi mësuar të shikojmë në Kosovë. Për shembull, nëse në Kosovë janë arrestuar sot dy persona sepse janë gjetur duke kryer një proces shitblerje, të dyshimit shitblerje votash, në Shqipëri kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur të arrestohen njerëz të cilët shesin dhe blejnë vota ditën e votimit. Dhe nuk është lehtë, nuk është vështirë për t'i gjetur në Shqipëri. Mjafton të vëzhgohen patronazhistët të cilët shkojnë qëndrojnë përpara qendrave të votimit, patronazhojnë votën, po ndërkohë nuk është se shërbejnë vetëm si persona që bëjnë inventarin, po janë edhe si persona të cilët mund të marrin aksion në favor të partisë së tyre, Partisë Socialiste në këtë rast, sepse patronazhist ka vetëm Partia Socialiste. Ata mund të blejnë vota, mund të përdorin trenin bullgar, mund të ndërtojnë situata dhe makinacione, mekanizma të ndryshëm të cilat ju shërbejnë atyre për të arritur rezultatin që presin. Pra, si thua, që bën një përballje të standardeve të dy vendeve tona, jemi të gjithë shqiptar, por me sa duket standardet e kërkesat dhe vetdijen e kemi të ndryshme. Në Kosovë gjithmonë qeveria ka qëndruar larg zgjedhjeve. Dhe prandaj po them që është e çuditshme ky pozicionim i Kurtit, po unë e lexoj këtë pozicionim të Kurtit pikërisht me atë që tha dhe kolega jonë nga Prishtina, se ai përgjatë gjithë qeverisë së tij ka pas një kauzë. Kauza ka qenë kjo që të lehtësoj situatën ose gjendjen e tensionit në Mitrovicën e Veriut, të krijojë një jetë normale në atë zonë, dhe ndërkohë pavarësisht Kosovës që ka marrë Kosova në fakt, edhe në raport me ndërkombëtarët dhe me miqtë e vet, për shkak të kësaj politike që ka ndjekur Kurti. Praktikisht pesha e Serbisë në vendimarrje lokale tek ato komunat të cilat
kanë qenë të qeverisura ose janë në mazhorancë nga pakica serbe, ka rënë. Ai ka arritur të shkatërrojë ose të bëjë jo funksionale shumë struktura të pushtetit serb brenda Kosovës dhe sidomos në këto komuna. Po megjithatë kjo është edhe arsyeja që atë e bën shumë më fanatik në fakt ditën e fundit të procesit zgjedhor të fushatës, po edhe përgjatë ditës votimeve. Megjithatë unë konsideroj se njësoj si te kodi ynë zgjedhor, edhe te kodi zgjedhor i Kosovës mund të jetë një shkelje përfshirja drejt për drejt në procesin e votimit të zyrtarëve të qeverisë. Që ne të kthehemi aty ku e lam përpara se të nisnim bisedën me zonjën Afrodita, ju po flisit edhe me të vërtetë e shënova, sepse sapo nisët të elaboronit më shumë temën e faktit që në Shqipëri vendosin ata që janë 85 vjeçar. Dhe do doja që mbi 55 vjeç përbëjnë shumicën e. Do doja që ta zgjeronim edhe të flisnim për këtë, për faktin se si vendosin për të ardhmen. Fatkeqësisht njerëz të cilët janë në një moshë të caktuar ku mendojnë për qetësinë, siç ta ju dhe konformitetin e tyre në ato momente dhe jo për të ardhmen. Ky është problemi, se është përgjatë këtyre viteve, për 12 vite që ka qeverisur Partia Socialiste, është prishur struktura sociale e shoqërisë shqiptare. Numri i të rinjve që janë në Shqipëri është zvogluar ditë pas dite, ka rënë, dhe numri i personave të cilët emigrojnë në masë më të madhe, rreth 80-90% janë nën moshën 40 vjeç. Që do të thotë se tani në Shqipëri kanë ngelur për të marrë vendime të tilla edhe në zgjedhje, kanë ngelur në mazhorancë njerëz të cilët kanë kaluar moshën 55 vjeçare. Ajo që po theksoja unë është që ata të apelojnë tek vetë historia e tyre. Ata kanë qenë 20-30 vjeçar në vitin 1990 kur është përmbysur komunizmi në Shqipëri. Ka qenë shumë më vështirë për të përmbysur komunizmin, sesa për të ndryshuar një qeveri të keqe sot, ose një qeverisje, qoftë edhe një qeverisje lokale të keqe. Dhe ata duhet të apelojnë te kjo histori e tyre edhe të kuptojnë mirë edhe nevojat e Shqipërisë. Nëse ata votojnë, nuk janë duke votuar për veten e tyre. Janë duke votuar për fëmijët të cilët nuk i kanë aty, i kanë në emigracion, po edhe për nipërit dhe mbesët e tyre. Do ishte shumë mirë që ata të kalonin një pleqëri bashkë me familjen e tyre, të madhe dhe jo të shpërndar, jo të ndar, por duhet ta kuptojnë që edhe votimi i tyre ka të bëjë shumë domethënës dhe nganjëherë dhe duket qartë që është edhe përcaktues për të kuptuar ose për të mësuar se cila është ajo qeveri që ne kemi zgjedhur apo do të zgjedhim në të ardhmen. Më pëlqeu edhe shumë kjo që the, pasi vërtet prindrit në mënyrë që t'ju japin një të ardhme sa më të mirë, më të shkëlqyer dhe më shumë opsione fëmijëve të tyre, me shumë dëshirë prindjet shqiptarë kanë larguar në për shkolla dhe për t'i punësuar e me radhë. Mi po tani që po vjen kjo mosha e pleqërisë dhe po shohin veten e tyre të vetmuar, a kanë kuptuar që kanë bërë një gabim të madh? Së pari në dëm të vetes. Ata duhet të bëjnë një analizë për te pozicionit vetjak në raport me votën, kur shkojnë në votime. Ndoshta ne po i paragjikojmë pak si shumë dhe po i vendosim edhe një pozicion caktuar politik, që ata ne po i themi që ata janë ata që na kanë vendosur, na kanë mbajtur edhe këtë qeveri 12 dhe po bën 16 vite. Dhe po në fakti që kjo lloj vote është mbi 50% në Shqipëri, do të thotë se ata janë përcaktues në qeverisjen e ardhshme, po qoftë edhe në pushtetin lokal. Ka dakord që është apatia, dakord që është konformizmi, por duhet të apelojnë më shumë, sepse ka një votë më të rëndësishme. Në të paktën në 20 vitet e fundit ata duket qartë që janë votues të rëndësishëm dhe që arrin të përcaktojnë modelin e qeverisjes, modelin e ekonomisë, mënyrën se si do të drejtohet ky vend. Por nuk është vetëm kjo në fakt, po marrim rastin e Vlorës, shifrat që janë sot në Vlorë. Sot deri tani kanë votuar 12-13% të votuesve të Vlorës. Në fakt kjo pak a shumë edhe në zgjedhjet parlamentare, në qarkun e Vlorës u votua më pak se në çdo qark tjetër. Më duket se shifra ka qenë diçka më pak se 30%. Po ishte qarku më pak pjesëmarrje në votime, para pak muajsh kur u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Dhe dua të them që çfarë është duke ndodhur praktikisht. Apatia nuk është thjesht apati, mund të jetë edhe apati e cila ka brenda politikën, ka brenda një revolt, ka brenda edhe një qëndrim. Duke qenë apatik, duke mos shkuar në votime, ti mund të shprehësh edhe dembelizmin tënd, po ndërkohë edhe mund të lexohesh si një person i cili nuk je i kënaqur me ato çfarë ndodh. Praktikisht në Vlorë është duke ndodhur kjo gjë. Qytetarët e Vlorës nuk janë të kënaqur qoftë me drejtimin lokal, po qoftë edhe me drejtimin qendror. Ne e dimë se ç'ka ndodh në atë qytet. Në atë qytet ka krizë mjedisi. Digjen plerat gjatë gjithë verës. Ka krizë urbanistike, ka ndërtime pafund
shpeshherë ndërtimet janë pa leje të pakontrolluara ose jepen në formë nderësh, të cilat po ashtu këtë nderë lidhen me fushatën elektorale, lidhen edhe me votat. Një pjesë e lagjeve në Vlorë, vetëm ata që jetojnë atje e dinë mirë këtë gjë dhe mund ta besojnë lehtë, jetojnë si në rrethim, nuk kanë ujë. Kanë disa arare shumë të kufizuara ujë. Dhe gjithë kjo i ka çuar në faktin që nuk shkojnë për të votuar. Nuk dalin 14%, nuk dalin më shumë se kaq. Do të thotë se ata nuk kanë më shpresë të vota, e dinë që nëse sido që do të votojnë për shkak të mekanizmit patronazhimit dhe mekanizmave të tjerë të cilët shoqërojnë zgjedhjet në Shqipëri me ndërhyrjen e qeverisë, do të japin rezultatin që do qeveria dhe në këtë mënyrë janë tërhequr. Por unë shoh një gjë tjetër megjithatë. Shoh që edhe opozita në këtë qark ose në këtë bashki ka probleme të mëdha, sepse në një situatë apatike të mbështetësve të majt, po edhe të qytetarëve në përgjithësi, në një situatë ku qytetarët nuk kanë besim në as të pushteti lokal, po duket qartë që s'kan as të pushteti qendror. Do të ishte opozita ajo që duhet të qarkullojë një